Ti duke pa një film romantik edhe i ke vënë një nga ato skincare-it për shembull. Nga ato rozët që ja lidh. Pranon se në fillim janë gjithë shumë të mirë, kupton? Dhe ai e pranon atë dhe po rrin shumë ato rozën dhe ti i thu, shef atë, shef filmin, shef atë, shef filmin edhe i thu. Pse ti dhe ti kështu? Ai e bleu lule. Ti s'u ble lule, si sta. Ai tha mos ma thuaj se do më kur. Po, është vërtet. Që ti e krahason tërkon, pastaj dhe thua pse si po ti jo, si ky. Imagjino të thotë një çon se si edhe ti kështu, po pra po jo. Më e keqe nuk është krahasim me një aktor, është krahasim me një nga jeta reale. Ti thua është shoqja jote e lidhur për shembull, ke një shoqë që është e lidhur. Dhe poston. I dashurja e saj kishte bler lule, po ti. E krahason me të dashurin e asaj tjetrës. Dhe kjo është krahasim real, live. Dhe kjo është më e keqe mendoj për ai duke thënë shoh vdekt në vend I dashur I shoqës. Ai që ka bler lule. Që ka bler lule asaj. Unë jam Gjesi dhe çfarë po bëni? Nëse nuk e keni bërë akoma subscribe në YouTube, andale urgjent tani.